Urat na dërgonte nga konferenca më e rëndësishme vjetore e sigurisë në botë, që është konferenca e Munihut, nuk shkoj dot. Ai dhe ekipi i tij nuk u nis dot për Munih, anulloi, batoni me një pjesë të ekipit është në Munih duke e pritur, por Rama thash dhe njëherë, ajo që thot populli, puthu me milon, u bë sot e vërtet, puthu me dashsulën. Ky është një akt për cilin do të shpreh mirënjohjen më të madhe të gjitha atyre që i refuzuan takimet narkodiktatorit të Tiranës, të gjitha atyre që i anulluan takimet e pronotuara e fiksuara para vizitës së tij në Bruksel, të gjitha atyre që e bën me qëndrimet e tyre Edi Ramën mish të huaj, trup të huaj, në atë konferencë dhe ja mbyllën dyert. Pra, në një hark kohor, 3 javor, në 2 aktivitetet më të rëndësishme, absolutisht më të rëndësishme të vitit, në forumin global të Davosit dhe në Davosin e sigurisë, që është konferenca e Munihut, dyert të mbyllura për kryehajdutin e kombit shqiptar. Nderimin më të madh qytetarëve opozitar, të cilët me protestat e tyre u bën zëri i ndërgjegjes kombëtare të shqiptarëve, të cilët me revoltën e tyre, me kryengritjet e tyre të paqësore, u bën zëri i ndërgjegjes qytetare dhe kombëtare të qytetarëve të kombit shqiptar. Dhe ky zë po jehon në Europë dhe në botë. Ishte ky zë i cili sensibilizoi, i cili nxiti, ndihmoi, lehtësoi vendimet më të rëndësishme ndaj një personi që është armik i rrezikshëm për kombin shqiptar dhe një armik i vërtet për sigurinë e Europës dhe NATO-s, që quhet Edi Rama. Edi Rama. Pra, është një rast për të shpreh mirënjohje ndaj të gjitha atyre që i rezervuan Edi Ramës atë që meriton, por një mirënjohje të pakufishme ndaj atyre të rive dhe të reave, burrave dhe grave që u mblodhen nga të 4 anët të Shqipërisë në kryengritjen e tyre paqësore për të bërë që të ndigjohet zëri i tyre për aktet vjedhjet e të mërshme të Edi Ramës dhe aktet tjera në të gjitha kancelaritë e mëdha të Europës dhe të botës. Një situatë të tillë duhet të garantoj që është nga më të papërsëriturat në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare. Është ndër më të papërsëriturat. Nuk ka ndodhur kur
që një vend i antari të NATO-s t'i mbyllën dyert në forumin e Davosit të mos lejohet të shkojë. Dhe edhe për faktin se ishte me gjithë faktin se kishte deklaruar se me nder të madh pranonte antarësinë e Shqipërisë në Bordin e Paqes, por i zoti Shtëpisë, iniciatori kryesor, njësh i këtij forumi nuk donte të turpronte sallën Edi Rama me praninë e tij. Dhe ai mbeti pa ftesë. Po për t'i vënë kapak damkoskjes së njeriu që përdor mandatet e krimit për të mbrojtur krimin dhe korrupsionin vjedhjet e tij. Për t'i vënë kapak ndëshkimit diplomatik dhe politik të hajdutit që përdor lubin si parzmore për mbrojtjen e vet, është kjo e pashembullta në historinë e Konferencës së Sigurisë në Munich, ku marrin pjesë personalitete ndër më të rëndësishmit të sigurisë në Europë dhe në botë. Pra, natyrisht, ju nuk mund të keni njoftim zyrtar nga Edi Rama, por nuk them se ekipi i dërguar mbeti i tromaksur, ndërsa në Tovolinën gabimisht protokolli kishte vendos edhe emrin e Edi Ramës se do ishte, por dikush u kujtua dhe shkoi dhe hoqi, edhe atë dhe Edi Rama nuk shkon dot në Munich. Është një zhvillim jashtëzakonisht pozitiv për përpjekjen e opozicës shqiptare për rikthimin e rendit kushtetues, rikthimin e shtetit ligjor, luftën zgjedhjeve të lira, luftën e korrupsionit, luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Ata të cilët sulmojnë Sali Berishën se po njollos sipas tyre Shqipërinë, u them puthuni me dashsulon, se Sali Berisha po mbron interesat e çdo shqiptari të ndershëm, e çdo adhetari që e don Shqipërinë, e çdo qytetari që shikon të ardhmen e tij në vendin e tij, çdo shqiptari që don familjen e tij.